konkrete që flitet. Pra që ta dini që janë çështje konkrete, patjetër është folur çështja e zotit Berisha, ja po e them këtu, pa diskutim, me një shqetësim të madh. Pa diskutim është diskutuar edhe çështja e zotit Fatmir Mediu, edhe është prekur një takim tjetër, është pyetur edhe për çështjen e zotit Meta, për mënyrën e shoqërimit edhe trajtimit të tij, sepse mos harroni, në vit zgjedhor, 3 drejtuesit kryesorë të partive më të mëdha, me stadioni takon policisë, 3 drejtuesit kryesorë të partive opozitare u goditën me procese juridike. Në formë të përmbledhur, pra, çfarë kanë thënë? Që ta përmbledhin. Mjafton shihni edhe deklaratën e djeshme të zyrtarit fundit përfaqësuesit të byros, që është themeluar tani, ndërkombëtare, të zbatimit të ligjit dhe kundër narkotikëve, INL-ja e famshme që është themeluar tashmë, që sërish në mesazhin e saj përfaqësuesja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ditën e djeshme kishte fokus luftën ndaj karteleve të drogës, ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Do me thënë, ju mjafton shihni retorikën në këtë një vit apo 6 muajt e fundit, edhe të qëndrimeve zyrtare të ambasadës amerikane këtu, ku e shihni që ata dhe kur shkojnë takojnë ministrin e shëndetësisë, thonë që duhet të rrisni intensitetin ndaj luftës kundër karteleve. Edhe kur takojnë ministrin e arsimit, i thonë që duhet të zhvilloni luftë frontale ndaj korrupsionit dhe drogës. Pra, këto janë prioritetet për cilat edhe ne jemi pyetur dhe kemi diskutuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po mendime keni marrë? O, keni thënë juve që kapo banda është Edi Rama atyre, apo çfarë i thoni? Njeriu që e mban, po unë po them pyesin për Edi Ramën. Po çfarë thonë ata? Pyesin, marrin informacion tash se çfarë vendimarrje, unë jam megaloman ty edhe në vendimarrjet e SBA-s. Por çfarë të them diçka, media e parë ja të them diçka. Patjetër, këto që flasim edhe ne këtu, patjetër duan të dinë qëndrimet tona në raport edhe me drejtësinë, edhe me rritjen e investimeve tuaja. Patjetër se keni të bëni me një administratë dhe një president që America First është slogani i tij, dhe pa diskutim është i fokusuar shumë ke ekonomia, dhe pa diskutim kanë interes në raport me zhvillimin edhe thithjen e investimeve amerikane në Shqipëri, por i shqetëson fakti që nëse vjen Shqipëri, një kompani e madhe amerikane, zakonisht kur bëhen investimet mëdha, bëhen me local partners, bëhen me partner lokal në vend. Sot nuk bëhesh më partner lokal me një kompani shqiptare, po bëhesh me krimin e organizuar. Se sot dhe investitorët strategjik në Shqipëri janë bërë organizatat kriminale. Sot kompanit më të mëdha në fushën e energjisë dhe të infrastrukturës dhe turizmit të vendin ton janë bandat dhe krimi organizuar. Dhe nuk mundet vi një investitor i huaj serioz dhe të ulet me kriminalët e Edi Ramës për të bërë marrëveshje për projekte zhvillimore dhe turizmi, apo energjie dhe infrastrukture. Pra këto janë çështje konkrete. Këto janë çështje konkrete. Të them dhe një detaj, është shumë e rëndësishme. Për çështjen e narkoshtetit, jemi atemuar pa fund për çështjen që ju po flisni për narkoshtet, ky është një realitet që nuk e njeh Europa, nuk e njeh Amerika etj. Media e parë në botë që ka shkruar për narkoshtetin e parë në Europë, që quhet Shqipëri dhe drejtohet nga Edi Rama, është media Vice amerikane, e cila ka folur gjatë mandatit parë kur politika e kanabizimit të Shqipërisë udhëhiqej nga Samir Tahiri, i cili për gjithë ata që mund të kenë dhe pyetje, që ore Rama është ke bordi paqes, mori ftesë në fakt e mori shteti shqiptar, e mori presidenti i Republikës i pari, që më pas firmosi plot fuqishmërinë dhe e kaloi ke Edi Rama. Po që të marrësh të bëjmë të Jo, t'ja u them edhe këtë të fundit, dhe mos shqetësohen se Samir Tahiri ka qenë shtëpi të bardhë, ka takuar presidentin e SBA-ve Barack Obama, pak muaj para se të arrestohej si trafikant ndërkombëtar droge. Pra ju po thoni që Rama mund të shkojë tek bordi i paqes, mund të ketë dhe mund të ketë. Amerika për fat të mirë, ndryshe nga ne, ka institucione të forta. Dhe institucionet vazhdojnë dhe bëjnë punën e tyre. Por, për të thënë dhe këtë, mediat që kanë folur për narkoshtetin janë Vice, është Washington Posti, Washington Examiner, dhe pastaj gjithë mediat e mëdha europiane që flasin për kreun e narkoshtetit shqiptar.